Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hamdi takon Allahut, Allahun e falenderojmë, ata e madhrojmë prej Zotit, falje dhe ndihmë kërkojmë. Në këtë ditë Ramazani, agjerus të nderuar, lutim Allahun e Madh që Allahu t'i pranon adhurimet tona, duke filluar lutjet, namazin, agjerimin dhe gjitha ibadetet ja Rabbel Alamin. Pastaj i çojmë salatë dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Sot është dita e 15 e muajit Ramazan, ashtu siç hecin ditët e Ramazanit, do të hecë një ditë edhe jeta komplet e jona dhe do dalim para madhnisë Allahut. Kjo lagje është e njohur lagje me tregtar, edhe shumica bojnë tregti. Inshallah Allahun e lut që Allahu t'i jap bereqet dhe rrezik halal ja Rabbel Alamin. Sot në këtë ditë Ramazani do të foli një tregti të veçantë me Allahun e Madh, që ndonjëherë nuk jemi të vetëdijshëm se ne bëjmë tregti me Zotin. Dhe tregtia më e mirë që kur nuk huk muslimani është tregtia me Allahun. Se zakonisht kur të punojsh me tregtar dhe me mishteri, ka tradhtia, zakonisht ka zamka. Pse? Se marrëveshjet nuk i bajnë standardin e duhur të fejes. A me Allahun nuk ka kërkun dikun se Allahu tradhton dikan. Atë çka e ka premtuar e jep. Tregti me Allahun është m'ia dhon më të shtrenjtën tonën. Çka është më e shtrenjta jon m'ia dhon Allahut? Dhe çka t'jep Allahu ty dhe mua? Tregti me Allahun është m'ia dhon shahadetin Zotit. Allahu ka thonë ta jap xhenetin. Atë ka shku menja në herë se kjo është tregti e sigurt. Dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna, kush thot shahadetin ka me hin në xhennet. Komentatorët kanë thonë, men qala la ilaha illa Allah dhe e jep hakin shahadetit. Mirë po, unë do ta përmeni një ajet tjetër që flet me këtë tregti të veçantë, me tregtinë e veçantë që e cila është hel jazaul ihsani illa al-ihsan. Tregtia me Allahun po filloi ka prej shahadet. Allahun këtë ajet thot hel jazaul ihsani illa al-ihsan, bamirësia shpërblehet me bamirësi. A në Kur'an e ka manon bamirësia është shahadeti. S'ka bamirësi më të madhe se shahadeti, se nëse njeriu ban mirë, edhe nuk e ka thonë shahadetin, a pranohet veprat e Zotit ajo? S'pranohet. Pse? Se kështu na ka mësuar Allahu në Kur'an. Pjesa e ajetit është wa huwa mu'min, dhe ai bindur në shpërblimin e Zotit, ai nuk e ka atë gajle. Evropiani ai çetri i cili bën me prapavia tjera bamirësien, ti e ban për hir të Zotit. Prandaj bamirësia është tregtia më e mirë me Zotin, me thon la ilaha illa Allah, me marr vesh këtë punë, edhe më ia dhon hakin, edhe namazi është bamirësi. Ti që ke ardhur, s'ka ardhur rastisht në xhami. Pse? Me çka ta pagun Allahi këty këtë sejdë? Allahi ta pagun sejdët, krejt sejdët, lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha fil janna. Allahu çdo sejdë që e ke bën në dynjë, ka më ta shpagu me shkallë në xhennet. Allahi nasip na boft. Prandaj ajetin që e lexova, hel jazaul ihsani illa al-ihsan, bamirësia, shahadeti shpërblehet vetëm se me bamirësi. Ibn Abbas radiallahu anhu dhe shumica komentatorëve të Kur'anit thonë shpërblehet me xhennet. E ku ka tregti më të madhe se ja jep Allahi shahadetin, ja jep Allahi namazin, Allahi ta jep xhenetin dhe të hyj në shkallën e xhenetit. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allahi nuk e tradhton emanetin e tij. Allahi nuk tradhton sikur njeriu që tradhton. Allahu e ka dhënë besën që besimtar do t'i shpëton.
Allah e ka dhënë besën që musliman që e madhnojnë Allahun, e thonë shahadetin, e falin namazin dhe bëjnë vepra të mira, do të jenë pjesë e xhenetit. Allahu nasip na boft. E pse jam të përmend në Ramazan tregti me Zotin për shkak sezonës më të shtrenjtë, më të mirë të shpërblimeve të Allahut subhanahu wa taala, se një nga dyert më të mëdha të afrimit tek Zoti është bamirësia në muajin e Ramazanit. Tregti me Allahun që kur nuk nje humbje historia e njerëzimit. Nuk nje, s'ka mundësi me humb muslimani, nuk ka mundësi me humb muslimani me Allahun. Po sa herë është fitimtar? Disa prej ulemave kanë thënë, bamirësia është çelësi i çdo begatije, i mirësie. Për shembull, ne kur të folim bamirësi menojnë vetëm sadakaja. Jo edhe fjala mirë është bamirësi. Edhe namazi bamirësi, edhe shahadeti bamirësi, edhe Ramazani edhe iftari, edhe krejt ibadetet janë bamirësi. Startojnë ata shpi shahadetit, namazit e të poshtë. Prandaj bamirësia është çelësi i çdo mirësie. Nëse Allahu e don robin, e bën bamirës. A ka dikush ma bamirës në historitë njerëzimit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A ka ndonjë segment që nuk e ka mush pejgamberin të bamirësisë? Për shembull me Zotin, bamirësia është tre çeshit. Bamirësia karshi Allahit, bamirësia karshi e vetit, dhe bamirësia karshi tjerëve. Karshi Allahit ishte Resulullahi që e besoi Zotin dhe e kryti amanetin. Karshi vetit e madhroi Zotin me trupin e tij, me gjuhën e tij, me sytë e tij, me zemrën e tij, po karshi shokëve dhe ummetit tij na dul hakësh dhe na mësoi se çish me jetu dhe me madhru Zotin subhanahu wa taala. Prandaj njeriu më bamirës në historitë njerëzimit ka qenë pejgamberi sa dhe ne jemi ummeti i tij që duhet me bë tregti me Allahun se nuk hub nëse e merr formulën e Kuranit edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kan thënë disa prej ulemave, grada më e lartë e imani, çish ngritet imani? Për shembull, kur ta ndërtosh një ndërtesë, sa katë e bën më të lartë? 7 e ki. Po e çon 8, 10. Edhe bamirësia ndërtohet me vepra të mira mbas veprave që i ki. Prandaj grada më e lartë e bamirësisë, kulmi, është kur ti e shijon kënaqësinë e ibadeteve dhe veprave të mira që i bën. Jep sadaka, po të kënaqet shpirti. Vjen namaz, po nuk hokat se hoxha e zgati namaz. Po çka e shijon procesin, kjo është bamirësi ndaj adhurimeve të Allahut. Pse? Pse kjo shije e bën që besimtari të ketë rezultatin që Allahu ta ka garantuar dhe na ka garantuar gjithëve xhenetin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah e din synin tradhtar. Edhe atë çka e mshefti në zemër, e din njetin tanë, se në mshefti ti mundush njeriu me mashtru. Ti thu se unë këtë xhamia kum bë për Zot. Ti thu se unë i kum dhënë 100 studentëve. Ti këtë dynjas i kallzon, ama Allahin se në mashtron. Prandaj këtë bamirësi të bëhen për Allahun, dhe Allah e din synin tradhtar dhe zemrën të cilën mshef. Allahu në Kur'anin 4 ajete do t'i përmeni. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah i urdhëron drejtësi. Feja jonë është feja drejtë. Islami është feja drejtë. S'munësh me kon xhenetli pa u kon i drejtë. E pastaj thot wal ihsan, i drejtë dhe bamirës. Allahu i don, inna Allah ya'mur, na urdhënon në drejtësi dhe në bamirësi. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Dhe bani mirë se Allah i don bamirësit dhe thot wa anna Allah ma al muhsinin, Allahi është me bamirësit. Allahi na boft ya rabbel alamin. Bronzhat e biznesit janë ndryshëm. Dikush punon me tekstil, dikush me kerre, dikush punon me punë tjera. Edhe bamirësit janë ndryshëm. Do t'i përmendim disa. Për shembull, bamirësia me Zotin, me fitu xhenetin, një prej bamirësive me fitu xhenetin është bamirësia me trupin tanë, mi ndihmu dikujt. Edhe kjo është bamirësi. E sheh një plak, tu maj diçka, janë gjetë torbave. E shef dikan në rrugës janë gjetë për krahi, e ndihmon. E shef dikan ka një hall, i afrohesh, ndihmon me trupin tanë. Allah i të ka dhënë takatin, jo mi bën zullum njerëzve, po me ndihmu njerëzit. Mi ndihmu njerëzve. Kjo është një prej llojeve. Lloji i dytë
I bamirësia është Allahi, jo krejtve i ka dhënë mal, dikujna i ka dhënë më shumë, dikujna më pak, dikujna shumë pak. Atëherë Allahi të ka dhënë mal, me bë mirë tregti me Allahin me dhënë. E jep një, i merr 10, i merr 70, i merr 700. S'ka një me 1.2, një me 10 mas pak ti me Allahin, s'ka tregti më pak me Allahin, 10 që është minimum herë 10. E treta, ka njëherë mundohesh, veç e thu një mund, i ndihmon dikuj, me propozit, me kontributin tanë e jep një ide. Edhe kjo është tregti me Allahin. Selman el Farisiu, e veç e ka propozu me qelë hendekin, shkak prej sebepeve të fitores të luftës. Sahabiju tjetër i ka thonë sahabe në luftën e Bedrit, ja Rasulullah, ti që i pozicionu këtu, Allahit ka thonë, apo të afromi të që ki liqeni, të që ki burimi ujit, se këtu kanë nevoj ushtarë gjatë luftimit. E ka thonë, a më ka hinë histori. Kete njomina atë sahabi dhe këtë sahabi, me një fjallë. Në do të ka thonë ide për vepra të mira. El ihsan bil ilm, kategori halama e lartë, me bo mirë me diturien që ki. Për shembull, kur thojna dituri, jo veç hoxha t'jep dituri të fejes, a mo të merë në qafë një doktor i cili ta jep diagnozën dallash dhe t'jep hapët dallash. Prandaj, se cili me diturin e vetë, ama dhe këtë statikën dikur që e ka ba që s'livrit kjo, Allahin xhennet i qoftë këtë vakofe dhe vakofet qetra, e me ka ba saglam 500 vjetë që ndronë kjo, Pse e ka bo tamam? Ama mos me pashti hekër e beton e guri tamam, kjo i shprish deri tash. Po e ka bo tamam. Atëhere, me çka bëhen bamirësit bëhen edhe me dituri. Prandaj, Allahu subhanahu wa taala kur i përmend këto llojet, disa nga llojet e tregtisë, Allahu secilit dikujt i ka dhënë ilm, dikujt i ka dhënë parë, mall, dikujt i ka dhënë fuqi, dikujt i ka dhënë familje, secili pineve duhet me dhënë me bë mirë që me fitu tek Allahu subhanahu wa taala. Hoxha kina i shembull, po ka. Këti njomi Jusufin a.s. Jusufi a.s. ishte në burg. Allahu në 5 ajete përmen inna narake min el muhsinin. Ina të folë për bamirësien, tregti me Allahun. Tha, o Jusuf, ty të pam prej bamirësave. Në Kur'an është. E kishte pa një ëndër, e dini ajetin, mbretja asaj kohë edhe i shtrishtu prej asaj ëndrës. Kush i komenton ëndrat? Pejgambert e Zotit. E veçori e Jusuf a.s. u kanë se i ka ditë ëndrat mi komentu. Dhe i thojnë është një djalë i ri, i cili është në burg. Thirrnë ata kur erdh, tha çka do të thonë që kjo ëndër? Tha që kjo ëndër do të thonë 7 vjet do të jenë të bereqetshme, të bollëkshme, edhe 7 vjet do të jenë të thata. Këtë histori është e njohshme, apo? Po çka ne të fol për bamirësinë. O vllazni, Jusufi a.s. e ka bën një të mirë, e ka komentu ëndrën tamam dhe ja ka mush zemrën, ja ka shnosh zemrën atij. Ai ka thonë nxerr në këtë njerëz se kjo është burr i mirë, nuk ka i keq. E ka nxerr pi burgit, Jusufi a.s. shkak komentimi i ëndrës. Pin dynjat e ka nxerr pi burgit, me iftiran që janë gjetën Jusufit a.s. E dyta, Allahu e bani çka? Ja mundsoi që ky mu bë përgjegjësi depove, i ministri i ekonomisë të asaj kohe. Pse? Hafidhun Emin, ky ishte hafidh, mbrojtës e menaxhi mallit muslimanëve, edhe e menaxhoi këtë krizë të madhe të asaj kohe. Ama dhe e dytja ajet është, e para është, nebbi bi ta'wili, inna naraka min al-muhsinin. O Jusuf, o djalë i ri, tregon atij këtë ëndër se na të pam ty prej njerëzve bamirës. E sharoj ëndrën e fitoj, dul. E dyta, me bamirësinë e Jusufit a.s. Allahu ja dha këtë mirë, po nuk e tradhoi amanetin e mallit të muslimanëve, po e menaxhoi tamam ç'është duhet. Dhe e treta, a kishte skamje, po. A erdhën vllaznitë e tij me marr millin, po. Në fund çka i tha? I tha inma man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. I tha vllaznive të vet, monument dy komponente. S'mund kërkush pineve më kon bamirës derisa nuk i ka dy punë të rëndësishme në zemër. E para, devotshmërinë, takvallokin, edhe e dyta sabrin. Se mban mirë ti pa u kon sabërli.
Se në jep ti pa u kon i devotshëm, se na xharon pa u kon devotshëm, se na xharon pa u kon sabërli. E këtë punë të mira se në ban tregti me Allahin pa u kon i devotshëm dhe sabërli. E prandaj Allahu në Kur'an e përmeni devotshmërinë dhe sabrin, pse? Se Jusufi a.s. i mëson vllaznitë e vet se nuk të hub Zoti kurr, edhe pse vllaznia e gjujtën bunar, edhe pse vllaznia kishin hased, edhe pse u kthyn vllaznia te ky me marr millin, e dini historinë, po i than inna naraka min al-muhsinin, na ty të pam vetëm se bamirës. Prandaj xhamati ndershëm, kjo sezon e bamirësisë, bani një program tjetës tënde se lloji më i mirë i bamirësisë është me ndërtu raportin me Zotin e Madh në këtë Ramazan. Sa më shumë me Allahun, sa më afër me Allahun subhanahu wa taala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajha. Nuk ka fe më të mirë, besimtar më të mirë se ai i cili i dorëzohet sinqerisht Allahut subhanahu wa taala, duke qenë zbatues, duke qenë praktikues i fesë Allahut subhanahu wa taala. E vlera e kësaj bamirësie është e para, çka përfiton muslimani? E para, njerëzit ja mirë, ja keq bojnë. Atëherë, nëse ke bë mirë, je nga muhsinint. E para e rregullon raportin shoqëror dhe bëhesh i disiplinuar. Allahu e ndërtoi e çoi pejgamberin alayhis salam, Abu Bekr, Omer, Uthman, edhe këto ishin kit bamirë, për çta na janë mizanin aty dhe i njohmi. Pse Allah i ka ngrit me bamirësinë që ka pas Abu Bekri që ka dhënë këtë mallin, me jetën që ka dhënë Uthmani, edhe pasurinë që ka dhënë Uthmani, e Aliu radiallahu anhu, ashtu sahabët krejt, Allah i ka ngrit se ata kanë bërë tregti të sinqert me Zotin dhe janë nështruar Allahut tamam ç'ish duhet. Prandaj me bamirësi muslimani e fiton tregtinë me Allahun duke rregulluar raportin shoqëror. Dhe kjo e bën që muslimani më koni disiplinum dhe me pas lidhjen më të fortë me njëri tjetrit. Nëse na lidhemi për Allahun dhe bëjmë vepra për Allahun, Allah i lidh zemrat e muslimanëve dhe i forcon në rrugën e tij. E dyta, bamirësia e insani afron robin me Zotin dhe kjo është mirësia më e madhe. Esenca është që na bëjna mirë. Kur të afrosh një fukara, e ke afru veten tek Zoti. Kur të ndihmosh një studentit, e ke afru veten tek Zoti. Kur të ndërtojsh një pjesë xhamisë ose një xhami, e ke ndërtuar një xhami, pa Allah s'tjet borx, Allah i ta ndërton një shtëpi në xhenet. Kush jep parë për xhami, Allah pejgamberi sa ka thënë, Allahu do t'ja ndërton një prej pallateve në xhenet. Prandaj kështu është tregtia me Allahun, kështu duhet ta llogarisht afrimin tan me Zotin subhanahu wa taala. Elementi tjetër, zakonisht njerëzit që bëjnë mirë, a i dojnë njerëzit, a i urrejnë? I dojnë. Janë dy tregtar, njëri është bujar, filan firma e njohur, i jep për xhami, i jep muslimanëve, i ndihmon muslimanëve, dhe një tregtar ngjit me ta e ka shtrëngu dorën. Se ne shtrëngon dorën pa e shtrëngu zemrën një herë. S'është bamirës. Këtë e njohmi se filani o koprac. Këtë xhamati jonë e njohmi kush o koprac më halltona, e njohmi. Dhe shumicën e njohmi kush janë bujar. Dikush ka mu prek, mu ngushtu. Kur e flas këtë shembull, e flasin se nuk mundet muslimani më kanë iman li dhe koprac, se nuk bashkohet imani dhe kopracia dhe me hinë xhenet. Ham cici, ham xheneti, nuk shon, s'ka. S'mundet. Allahu e ka kriju njeriun me bë mirë në dynjot, jo me bë keq në dynjot. Realisht me të mirën e Zotit je të bë mirë, nuk je të bë me të mirën tënde. Allahu njeriun bamirës janë ngrit statusin atina në ditën e kiametit, e ngrit në lartë. Në bazë të veprave të mira Allah i ka më të ngrit në altë. Allah i të bën të dashur tek njerëzit, të bën dashur te ati, edhe të ngrit në ditën e kiametit. Dhe këto janë disa prej shembujve të bamirësisë ku muslimani duhet me fitu në këtë ditë të Ramazani, Allahu na mundsoft. Dhe të flas për elementin e fundit dhe ta rrumullakojmë. Pse bamirësia në Ramazan duhet më e veçantë më kanë? Pse ki shansën se shejtanët janë të lidh. Qielli është i qeltë, muji i bereqetit, muji i rahmetit. Nëse në Ramazan nuk je bamirë, s'kur ki më kanë? Shpresën më të madhe fukaraja kur e kanë në Ramazan? Mend zi e presin në Ramazan. Mend zi ta presin dorën tonë të këshyrin xhep. Atëherë ti si musliman fitoje mëre se me dhon sadaka sa herë se va. Por njeriu që shka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
A ka qenë pejgamberi bujar, po mëre? Ama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith është i gjatë, ajwadun nas fi Ramadan. Ka qenë pejgamberi sa më bujarin muajin e Ramazanit. Që do më thonë ty dhe mua të thonë, nëse 11 muaj ke dhënë në Ramazan jep më shumë. Nëse në Ramazan, jashtë Ramazanit ke madhnu Zotin, ke thonë istighfar, tobe, dua, në Ramazan pak më shumë. Nëse ke bën mirë me gojën tonë jashtë në Ramazan pak më shumë. Dhe do të ketë lloje të bamirësie, edhe me gjuhë, edhe me trup, edhe me mall. Po kjo pjesë e sadakas në Ramazan, o vlla, je të bëhet tregtim me Allahin, është nosh, e largon hidhrimin e Zotit. A disa mirësi e madhe është me largu hidhrimin e Allahut? Ku ka mirësi më të madhe se Allahi të ka dhënë ti me të mirën e Allahit e largon hidhrimin e Zotit. E dyta, e lidh zemrën e njeriu që ka nevojë, e shton dashnin me të, nëpërmjet sadakas. E lumturon e kënaqë zemrën e njeriu të varfër. Hoç, çish me përfundu që këtë bamirësien, këtë Ramazan? Atëherë, bane pjesë të ditës, çdo ditë. Jo vetë zenginat, edhe fukarat du të me dhënë sadaka. Dikush mund me thonë, çish me dhënë me fukaraja sadaka? Jepni. Wallahi jepni se Allah i t'jep. Anfik tunfek, jep se Allah i t'jep. Nuk ka më rëndësi sa jep. Është më rëndësi 10 dinar të vogla, 10, veç 10 dinar. Jep fi sabilillah, o Allah, që kjo në të zëvën. 10 dinar, jo 1 milion euro, jo 100 euro, jo 500 euro, 10 dinar. Ama bane shprehi për ditë, 10 dinar, 50 dinar, 100 dinar, hiç mëse në aldorën. Në Ramazan. Allah i thash nuk jetë borç. Jep se kjo ta sjell bereqetin. Unë nuk di hadith që du të me dhonë shumë. Di hadith që du të me dhonë. Ama në Ramazan nuk e din cila dua të rrok ty. Dhe dikush thot, o Allah jepi bereqet. Me 10 dinarshin, ti ke dhonë 1.000 euro, ky ka dhonë 10 dinar, Allah i ka më dhonë ty bereqet më shumë se ati 1.000 euro. Pse? Se ti e ki njetin më të pastër se ati qetrit. Nuk është më rëndësi sasia, është cilësia, njeti. Jep, e largon hidhrimin e Zotit. E dyta, e edukon vetën me dhonë edhe ti. Edukon vetën me dhonë edhe ti. Në atë sa ki mundësi. La ju kellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk e ranon një njeri përveç asa mund me mbajt. Prandaj prej rregullave jep edhe pak më kon. Nasihat është konkret. Bën mirë në Ramazan çdo ditë ka pak. Jo një ditë 30 ditë me harru Zotin, çdo ditë jep. Çdo ditë bën program, më ia thon një fjalë të mirë dikujt. Çdo ditë bën një ibadet që s'e ke bën hiç, një lloj ibadeti. Për shembull, gjë që thon 100 herë astaghfirullah, sot kam thon la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kam thon subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Dhe kjo është bamirësi. Kam bën që kam vizitu dikën që s'e kam vizitu kurr. Një kojshi si ke një kurr në derë, shko hini. Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala e ndëgjoj, për natë ndëgjon një kojshi të lexu, të thonë poezia, muhabete, sene, një natë ja harroj, si unik e zoni. Pianic. U qunë sa vas pianin zoni. Tha, kua kojshia? Tha, kojshia, tha, në burg. Shkoj të emiri, tha, filanin e kini shnia, e kojshia jam është. Hinin mrena, tha, kumar në emën të Zotit, atë me ba shefat, me ndërmjetësu për këtë kojshi. Se ky ka thonë, këtë e ka bon. Ama e ka bon, otë, unë kumar me ba ndërmjetësim. Me ba mirë. E anë në stan dhe ja e për miri këtë njeri unë kojshi. E more kapi për kraj, po këthejet e poshtë. Tu këthit e poshtë, bani të ube stikfar, u drejtu, hinin shinat islamit usës. Bamirësia e Ebu Hanifës rahimahullah, me kojshien i cili ka qenë pianit, se nëziri prej burgit, ka hin histori që në sot dhe përmendim, se i ka bon mirë kojshies, këti ka ormarë, mos e ka bon mirë. E ka nëzirë. Edhe u vonë shkak për udhëzimin e ti tamam që shduhet në rrugë të Zotit. Ti a i ke bon mirë kojshies, ti që vjen në xhamia, i ke thonë hajde kojshi falmi. Ti që kjo në nders, i ke thonë hajde shkojnë në nders. Nuk e dim cila dhez, kjo i ka dhez Ebu Hanifës. Ty të dhez një tjetër, ati tjetër ti dhez një tjetër, nuk e dim cila vepër pranot tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj bane shprehi. Po hoç, vallai s'kam bone. Bane shprehi, nëse s'ki mall me dhon atëre bile buzëqeshë njerëzve, mos i rrim më rol në Ramazan. Ftyra më e mirë dhe më e dashur tek Zoti është ftyra e buzëqeshur. Ftyra më e buzëqeshur ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë ibtisam fi wajhi akhika sadaka. Sadakaja
e besimtarit është buzëqeshja, është fjala mirë, e pastaj është edhe malli. 3 lloje sadakave, me mall, me fytyrë, e largon hidhrimin e Zotit subhanahu wa taala. Pastaj edhe dije se çdo investim që e bën të dynjas, kit ka me met në dynjë. Vallai 1000 metra, 5000 metra magazin, vallai një ndërtesë, vallai 15 dyqane, kur si ka marrë me veten në dyqan, me veten në varr. Po ki me marrë investimin shka e ke dhënë për Allahun. Investimi vetëm shka shkon te Allahu prej në dynjat është që jep sadakan për në ahiret. Prandaj shkak me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit. Edhe Ramazani është sezoni bamirësisë, prandaj nuk duhet muslimani mu largu nga këto. E lutim Allahun e Madh, që Allahu të na mundson me bë tregti me Allahun, edhe nuk hubmi kurr. Allahu është bujar, e ka emrin El Kerim, Rabbul Alamin ka emrin Kerim, është bujar. Allahu është e ka prej emrave është bamirës. Edhe është bujar, edhe është bamirës. Prandaj Allahu na ka obligu neve me qenë edhe bujar edhe me bamirës. Nëse dojna që Allahu me qenë bujar ndaj nesh, edhe dojna që Allahu me qenë bamirës ndaj nesh, në ditën e Kiametit kur do të ringjallemi, atëherë muji Ramazanit është muji që duhet muslimani mu kanë bujar dhe muslimani mu qenë bamirës. Allahu na boft bamirës ya Rabbel Alamin, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Allahu na mundsoft me jetu me shahadet, edhe me vdek me shahadet me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.